Rusia ka njoftuar testimin me sukses të raketës bërthamore ndërkontinentale RS-28 Sarmat, e njohur edhe si Satan 2, me një demonstrim force ndaj perëndimit. Raketa me peshë rreth 208 ton dhe shpejtësi deri në 25.000 km/orë konsiderohet një nga armët më të fuqishme në arsenalin rus. Sipas komandantit të forcave strategjike të raketave, Sergei Karakajev, testi rezultoi suksesshëm pas disa javësh pritjeje. Vladimir Putin e cilësoi Sarmat si sistemin më të avancuar raketor në botë, duke deklaruar se arma mund të shmangë sistemet ekzistuese të mbrojtjes raketore perëndimore. Ai theksoi se raketa ka fuqi shkatruese shumë më të madhe se homologët perëndimor dhe mund të ndjek trajektore balistike ose suborbitale me rreza veprimi mbi 35.000 km. Ndërkohë, media shtetërore ruse publikoi grafika që ilustronin pasoja hipotetike të një sulmi ndaj 10 Downing Street. Megjithse testi i fundit konsiderohet sukses, kjo është vetëm prova e dytë e suksesshme e raketës pas testimit të vitit 2022, ndërsa dy prova të tjera në 2024 dhe 2025 raportohet se kanë dështuar.